Inxhinier Mentor Lunji erdhi për herë të parë para publikut në Prishtinë, duke promovuar veprën Reflektime mbi projektimin sismik në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Vepra shpalos për mbledhje mendimesh personale dhe profesionale mbi të tashmen dhe të ardhmen e projektimit sismik, duke trajtuar pyetjet dhe çështjet me të cilat autori është përballur gjatë më shumë se 2 dekadave të projektimit të strukturave në zona sismike. Kjo është vepra 6 faktikisht, nuk është e para. Unë po merrem me këtë lëmish që 15 vite, dhe kjo është hera parë që po bëjmë një promovim. Pra, librat kanë marrë gjithandaj për krejt shtetet në konkurs kanë bërë promovime. Ky është një libër pak special. Është special si dedikohet viktimave të tërmetit të vitit 2023 të Turqisë. Dhe ajo ka japur një obligim edhe më tepër që ta promovoj librin. Pra, ka dalë si reakcion ndaj imazheve që i kemi pa me 2023-ën, ndaj numrit jo proporcional të viktimave kundrejt tërmetit që ka qenë, dhe si një kurreshtje të shohim se pse ka shumë viktima, pse ka shumë rrëzime. A janë normat turke, a janë inxhinier të dobët turq, a është ndërtimi i keq, ku është problemi? Dhe si një kurreshtje shkencore, kurreshtje thjesht e një inxhinier i cili merret me projektim. Thjesht kam dashur me ditë. Edhe ai ka prodhuar një libër prej 400 faqe, 20 kapitujve, ka zgjatur diku 3 vite, pra jo 3 vite shkrimi, po 3 vite hulumtim, pastaj krejtë është përmbledhur në këtë formë që e kemi sot. Po ky libër na vjen me këndvështrime të strukturave bashkëkohore, le të themi, qoftë për ato për pastësitë, për mangësitë, siç e përmende. Ky është ti e përmend në fillim mirë, ky është një titull i rrallë. Pra nuk gjen libra refleksione inxhinierike. Inxhinierët nuk e kanë zakon me reflektuar. Inxhinierët janë me zgjidh problemet. Kështu që edhe jashtë ka shumë pak libra reflektimesh. Dhe ti kur reflekton ti padyshim që shkon ka kritika. Se nuk reflekton për pozitivitet, reflekton për kritik. Dhe faktikisht krejt libri është kritik. Kritike e normave projektuese, kritike e mënyrës së projektimit, kritike e mënyrës së edukimit. Kështu që është një libër i shkruar enkas që të ngjall debat me lexuesin. Që dikujt i hap një drejtorat vogël ose një drejtorat të madh të sismike varet nga kush e lexon librin. Kryetarja e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Justina Shiroka Pula, duke vlerësuar veprën e autorit Mentor Lunji si mjaft të rëndësishme në fushën e inxhinierisë, theksoi se bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi duhet të zhvillohet edhe ndërmjet 2 akademive të shteteve, duke zhvilluar dhe forcuar bashkëpunimin në të gjitha fushat që janë me interes të përbashkët. Vepra e autorit Mentor Lunji në fakt paraqet pasqyron një ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe një kontribut të vënë në fushën e inxhinierisë dhe të ndërtimtarisë bashkëkohore. Vetëm ju tregu ky bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Malit të Zi paraqet një miqësi dhe një bashkëpunim të cilën mendoj që duhet ta vazhdojmë edhe në të ardhmen. Për këtij bashkëpunimi në mes të 2 shteteve, unë dëshiroj që ky bashkëpunim të zhvillohet në mes të 2 akademive, Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademisë të Shkencave të Malit të Zi, duke e zhvilluar dhe forcuar bashkëpunimin në të gjitha fushat të cilat janë me interes të përbashkët. Ambasadori i Malit të Zi në Kosovë, Bernard Çobaj, tha se ky botim paraqet një reflektim mbi përvojën shumëvjeçare të autorit në analizën dhe projektimin e strukturave në zona me aktivitet sismik. Ky botim paraqet një reflektim mbi përgjegjësinë ndjen në dimensionin njerëzor të inxhinierisë. Në një kohë kur çditshmëria e infrastrukturës dhe siguria në tërmetet janë tema me rëndësi të madhe për shoqërinë tonë, ky botim na kujton se inxhinieria nuk ka të bëjë vetëm me formula dhe standarde, por mbi të gjitha me mbrojtjen e jetës dhe ndërtimin e komuniteteve të sigurta. Vlerat e veçanta të këtij botimi qëndrojnë në mënyrën se si autori arrin të lidhë përvojën profesionale të gjerë me reflektimin mbi shoqërinë dhe fatin e njerëzimit. Për këtë arsye, libri u drejtohet jo vetëm profesionistëve dhe akademikëve në fushë, por gjithë atyre që besojnë në rëndësinë e dijes, inovacionit dhe përgjegjësisë profesionale. Ndërkaq, profesor Visar Krelani e cilësoi Mentor Lunjin si një inxhinier model, aplikues i inxhinierisë, por edhe shkrues i shkencës, duke vlerësuar se ajo që e veçon veprën e tij është sepse merret me intuitën sismike, gjë që është shumë e rëndësishme për këtë fushë. Pas fatin të një me veprat e tij inxhinier Mentor Lunji, dhe më them që është një inxhinier model. Është aplikues i inxhinierisë, por është edhe shkrues i shkencës.
që e dalën për shumë inxhinierëve të tjerë arkitektë. E kam marrë tashmë një dekadë, atëherë kur duhet të fillojmë pjesën e inxhinierisë sismike në programin tonë dhe kam ftuar po ashtu të jetë pjesë edhe e lëndës me cilën edhe ka eksperiencë inxhinierisë sismike. Mund të them që jemi me fakt që kemi hapur dyert edhe për shqiptarët e Malënsi që janë pjesëmarrës edhe në stafin tonë dhe ne japim aftësitë të tyre, transferojnë eksperiencën e tyre tek tani më shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm kontrollet tona. Libri pasqyron këndvështrimet mbi filozofinë bashkëkohore të projektimit sismik, të metat dhe përparësitë të saj, duke ofruar një vështrim kritik mbi kodet e ndërtimit dhe e nënvizuar rëndësinë e përgatitjes më përmbajtësore të inxhinierëve që pretendojnë të projektojnë në zona sismike. Mentori është i veçantë për trajtimin dhe për kushtimin që ka në fushën sismike. Tu fillu për shembull personal që ka pas në Ulqin. Vepra ndikon shumë në plotësimin e shumë boshllëqeve në fushën e ndërtimit, por edhe të projektimit. Të cilat boshllëqe koha i ka provu. Prandaj nuk thash asë që ka vonë, por kur nuk është vonë, është mirë që jo thjesht këtë përfundoj sa në vetëm një promovim për çka duhet përgëzuar Akademia e Shkencave, që kanë ngrit nivelin e promovimit, po librat e tilla çfarë? Është kjo sotit e inxhinier Lunit, në duhun edhe në Shqip, për këtë, po në duhun hala ma thjesht, hala ma të edhe në fond broshurave enkas për projektues, arkitekt, dhe enkas për ndërtues. Nëse arrim këtë nivel, që ta acceptojmë, thojza, edhe në broshura, mundoj që kena arrit një gjatë më, sepse ja imponon inxhinierit apo arkitektit, se kur shoh një libër vëllëmor, ai kushtimisht priton me hap në një broshurë me një fragmentim të thënë ashtu, i ndihmon pasi deri në fushën e ndërtimit një proces. Përderisa botimi vetë si vepër është i rëndësishëm për komunitetin profesional, për kualitetin e ndërtimeve dhe projekteve që i kemi në vendin tonë dhe jo vetëm. Gjithmonë për çdo vepër arkitektonike që e bëjmë, duhet të jetë prapa edhe baza shkencore, edhe baza profesionale mbi të cilat mbështetet një projekt dhe mbi të cilat ndërtohet një objekt. Por pos kësaj është shumë e rëndësishme edhe aspekti legjislativ, pra i zbatimit të normativave, rregulloreve dhe ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës në këtë rast, dhe marr parasysh që arkitektura dhe inxhinieria konsiderohen më tepër si profesione aplikative, nuk ka shumë hulumtime shkencore, nuk ka shumë publikime, nuk ka shumë libra universitar. Ky libër është me të vërtetë i vlefshëm dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme për komunitetin profesional, për akademinë, për Universitetin e Prishtinës, për Fakultetin e Ndërtimtarisë, por edhe për të gjithë profesionistët anë kënd vendit dhe jo vetëm. Mentori, siç u përmend prej palëve të ndryshme, është një inxhinier, është një person shumë i vyshëm për komunitetin, si profesional, po edhe komuniteti më i gjerë, se veprimtaria tyre ka të bëjë me sigurinë në ndërtesa. Kështu që aty mentori ka kontributin e gjerë. Personalisht e një mentorin e kam bashkëpunëtor, kemi gjetë një gjuhë të përbashkët, shumë të lehtë në komunikim për të transformu konceptet edhe iniciativat investuese në vepra të cilat qëndrojnë në kontekst struktural, po edhe arkitektural, po njëherë duke i pas parasysh parametrat të cilët mentori i theksoj që janë të rëndësishëm, ashtu që gjithçka të ketë kuptim në fund edhe të ketë qëndrueshmërinë e vetë. Për atë misioni që ka mentori, të cilin e transmeton edhe me vepra të shkruara për lexim, jo vetëm për shikim për ndërtim, janë ai segmenti ku një gjenerate i përcjell informat gjeneratës tjetër, me respektin për përgatitjen për sfidat që do t'i ketë përpara. Për atë që më shumë.
Librin ja ka dedikuar viktimave të tërmeteve të Turqisë të vitit 2023, ngjarje se cila e provokoi t'i kthehet sërish krimit mbi projektimin sismik, është shprehur inxhinieri Mentorllunji. Mu gjyshem ka vdek në tërmetin 1907 në Anës, dhe ne gjithmonë kemi pas bisedën e tërmetit në shtëpi. Në çdo vit me 15 prill ka qenë për kujtimi cili mu si fëmijë gjithmonë ka me që ishte një ditë e keqe edhe një fakt një nevojë për të mësuar për këtë fenomen. Aq më tepër që Malezi është zonë sismike, ti nëse do me projektuar atje, nëse me tuaj atje, duhet ta njefsh. Mirë, po pse kam shkruar? Kam shkruar se librat sismik që ne kemi mësuar në fakultet kanë qenë pa kuptueshëm. Ose të pa kuptueshëm, shkruaj më si duhet. Edhe kam thënë kur ta kryej fakultetin, kam shkruar një libër që kur ta marr një taksist, mi lexu, kam i kuptuar se çka është inxhinier sismik. Ato ka qenë qëllimi. Fituesi çmimit vjetor të Odës inxhinierëve të Malit të Zi, Mentorllunji, inxhinier me mbi 20 vjet përvojë profesionale, është autori 6 librave profesional dhe veprat e tij janë bërë pjesë e kurikulave në universitete evropiane. Kjo është lëmi shumë e vështirë. Edhe shumë pak njerëz merren me këtë lëmi se është vështirë mi shpjegu. Edhe kur është vështirë mi shpjegu, atëherë është vështirë mi shkru. Mundesh mi shkru, po bëhet e pakuptueshme. Edhe pastaj përdhon situatën që shumë pak inxhinierë njohin. Edhe kjo është arsye pse po ndodhin këto rrezime se për 100% inxhinierëve mund të them që vetëm 20% inxhinierëve njohin inxhinierin sismike. Jo me fajin e tyre, por me fajin e lëmisë që është e vështirë. Pra ti duhesh të kalosh disa vite që ta kuptosh në vërtetë se çka bëhet fjalët. Nuk ka njerëzit kohë që të investojnë 4-5 vite në inxhinierin sismike që pastaj të nisin me projektu. Njerëzit dojnë me jetu, dojnë me ekzistu, dojnë me marrë projekte, dojnë me depërtu në treg, kështu që nuk kanë kohë. Dhe ajo tash krijon një stres shumë të gjerë të inxhinierëve që e njohin vetëm në sipërfaqe këtë lëmi dhe pastaj kemi situatën e Turqisë edhe shumë situata të tjera. Po sigurisht që ky libër nuk synon ndoshta sill vetëm saktësi, siç jemi mësuar, por le të themi ndoshta jep vëmendje më tepër kuptimit të disi, tregon që ti nuk je lëmis inxhinierisë sismike, po ata merr mendje ty që një fenomen i cili nuk dihet kur ka më ndodhur, nuk dihet sa i fuqishëm ka më qenë, nuk dihet sa ka më zgjat. Ata merr mendje që çfarë dëme do çfarë dëme? Ata merr mendje që mundet ai fenomen u përcjell me ndonjë saktësi. Ai mund të përcjell vetëm me kuptim. Edhe këto është qëllimi i librit, që të kuptohet. Libri i parë që e kam shkruar, e kam botuar faktikisht në Prishtinë. Edhe ka qenë arkitektura sismike, ka qenë me qëllim pikërisht të shkruar që të kuptohet edhe nga inxhinierët edhe nga arkitektët. Ky që folet tash për kuptimin e. Dhe normal pastaj nëse mendon që ke ideja të mira, se krejt ne mendon që kanë ideja të mira, atëherë thu pse mos këto ide mos përhapen në një numër më të gjatë të njerëzve. Edhe kështu që ka qenë arsye pse kam shkruar libra të tjera në anglisht, kuptohen. Unë jam çaj Mentorllunji që jam shqiptar, pavarësisht në cilën gjuhë shkruaj. Kështu që por mendoj që ideja, mundësia hapjes së idesë në gjuhë më tepër, në shtete më tepër, mua më imponon si autor, edhe më jep një arsye edhe ambicion më shkruaj. Përndryshe, nëse shkruan për treg të vogël është vështirë. Këtu desha të dalë, sigurisht gjatë këtyre viteve keni parë se sa është interesimi ndoshta për vepra të tilla, apo çfarë grup mosha ndoshta le të themi janë të fokusuar. Si shkruan, aty nëse këto librat e mi e kanë prek një damar diku profesional, se unë kam një stil të shkrimit pak direkt, ndoshta pak brutal për botën akademike, pak i sinqert. Dhe merrem me do tema të cilat inxhinierët nuk merren me filozofi inxhinierike, merrem me refleksione inxhinierike dhe ato janë tema të cilat zakonisht i lexojnë njerëzit mbasi që mrin një shkallë të përvojës, dijes dhe bota është e madhe, pastaj ka njerëz që kanë interesim edhe lexojnë. Të në lexohet, por jo aq. Inxhinier Mentorllunji bën thirrje për një rikthim të bazat e profesionit, të mendimi i pavarur dhe kritik, me qëllimin kryesor për të mbështetur inxhinierët në formimin e qasjes së tyre personale mbi projektimin e strukturave rezistente ndaj tërmeteve.